Lapidari 9 dëshmorëve të fshatit Rëmbeci është nënshtruar një rikonstruksioni nga ana e Bashkisë së Maliqit. Ky lapidar, i cili është ndërtuar në vitet 1974-1975, nuk kishte marrë asnjë ndërhyrje gjatë viteve, duke u amortizuar e dëmtuar mjaft. Pas kërkesës së banorëve dhe organizatës së veteranëve, Bashkia e Maliqit vendosi të ndërhyjë për rikonstruksionin e këtij lapidari, i cili mbart edhe një bazorelief të veçantë. Ky lapidar është ndërtuar nga vitet 74-75. Gjithë ato vite, ky nuk është konstruktuar asnjëherë, meqense ka qëndruar pastër deri në kohën e kalimeve demokratike, atëherë u dëmtua nga njerëz të pa dëshiruar për luftën nacionale çimtare, dhe tani kemi disa kohë që kërkojmë ne si organizate veteranëve dhe pasuesve të veteranëve që ky lapidar të riparohet përsëri. Fshati ynë ka 9 dëshmorë. Dimitra Gjata, Koci Jorgji, Nonda Kote, Pali Gjello, Pali Marko, Ropi Kote, Sotir Shinde, Stefi Gaçi dhe Vasil Saro. Nderimi të rëndëve për liri dhe pavarësi do të thotë të mos harosh kurrë sakrificën e tyre, thot Mele, ndaj edhe vlerëson punën e kryer për rikonstruksionin e këtij lapidari, e cila pritet të përfundojë së shpejti. Më herët Bashkia e Maliqit ka kthyer në identitet edhe një tjetër lapidar të ndodhur në fshatin Rëmbec.